Kosova feston ditët e çlirimit gjithandej. Momentalisht jemi në komunën e Gjakovës, në zonën e quajtur Qabrat. Do ta sjellim një intervistë me një tash është grua, atëherë ka qenë 16 vjeçare, e cila edhe u plagos në këtë zonë. Cili është rrëfimi i Mimoza Shalës dhe cilat janë emocionet cilat mbizotrojnë shumë vite pas betejës së Qabratit dhe pas betejave të tjera, e kuptojmë përmes kësaj interviste cilën e kemi zhvilluar pikërisht këtu ku ajo edhe u plagos edhe u rreshtua në rrugën e ushtrisë qërimtare të Kosovës, në rrugën që solli lirinë e Republikës Kosovës. Ta ndiqni. Edhe sot kur ta kujtoj, më duket që ka ndodhur vjet. Ajo ditë ka qenë shumë e vështirë, edhe e tha edhe vetë uniforma ka qenë më e madhe se trupi. Atëherë se keni ardhur në Gjakovë dhe para se të filloj të flas, i uroj shqiptarëve kudo që janë ditën e çlirimit. Është me të vërtetë festë e madhe. E kam thënë disa herë që vendimi për të shkuar në UÇK nuk ka qenë edhe shumë i vështirë, me që jeta ka qenë pothuajse e pamundur, ka qenë një mbijetesë shumë e vrazhtë, edhe me lindje me urrit në Gjakovë, pa dashur me tingëllu lokaliste, çështja kombëtare gjithmonë ka qenë, si të thosh, në temat tona, në diskutimet tona, qoftë në familje, qoftë në shkollë, qoftë në kafeteri. Mos të flas pastaj për djemt të cilët vendosen me shku të partë. Ka qenë, si më thonë, një grup i djemve të njohur në qytet, cilët shumica prej tyre kanë qenë artistë. Edhe ajo mandej na dha gjithëve një motiv për t'ju bashku, për me jap vulën vendimtare. Kështu ka qenë rasti në prekaz i familjes Jashari. Zot, gjitha i flim, ka qenë një thirrje e jashtëzakonshme për secilin prej nesh që kena pas gatishmërinë me shku. Edhe organizimi pastaj u bë në gjimnaz, ku shumica prej nesh kemi qenë bashk ushtar të UÇK-s, edhe pa njoftë rrugë, pa njoftë fshatrat, jemi nis drejt Glogjarit, kemi mrit disi, por ka qenë një udhëtim që edhe sot kur ta kujtoj, më duket që ka ndodhur dje. Mjaft sfidues, por njëkohësisht shumë i veçantë, diçka që unë e konsideroj jo vetëm për veti, po secilin prej nesh që jemi pjesë e kësaj historie, jemi njerëz shumë me fat. Ajo ditë ka qenë shumë e vështirë, edhe e tha edhe vetë uniforma ka qenë më e madhe se trupi, edhe i ka pas diku 7 vrimja kemi numëruar me një shok, po fatkeqësisht nuk e kam atë uniformë se ke boe gjitha me xhak edhe u desh gjatë rrugës me prej fillimisht atë njërën këmbë se ku isha plagos. Shiko, vdekja nuk është në dorën tonë, dhe faktikisht unë çdo ditë të re sot, kur zgjohem nga gjumi, tham, edhe i ditë, dhe e shijoj jetën shumë, sepse kam pas fat të madh t'i shpëtoj asaj dite. Normalisht, çdo herë kur ta kujtoj këtë ditë, e kujtoj edhe gruan që më ka ndihmuar shumë, dhe falë saj sot unë jam gjallë. Ajo është Drita Sada, një grua nga Gjakova që ka rrezikuar jetën e vet mjaft për të më ndihmuar mua derisa ju bashku me bashkëluftetarët. Por çka kam mendu është diçka që normalisht nuk të vjen kurrë. E kam thënë edhe në intervista tjera që është shumë interesant se para vdekjes njeriu për një kohë shumë të shpejtë i kujton gjithë njerëz që i njeh.
domethënë prej fëmijë që i ka njofte deri në momentin e fundit, domethënë unë faktikisht jam përshëndet me të gjithë, sepse kam menduar që nuk mund të shpëtoj, mirë po fati ka desh që unë ja ku jam sot, madje edhe kur jam bashku me bashkëluftëtarët, jam ndër të plagosurit e rrallë që nuk kam pranuar me mbart, kam ecë vetë, edhe pse plaga ka qenë në këmbë, por motivi ka qenë i jashtëzakonshëm. Shto kësaj që unë jam shëruar maleve dhe jo në ndonjë spital, ka pas mjek teknik të cilët na kanë ofruar një ndihmë në një mjekim minimal, mirë po të qenurit i ri, organizmi funksionon ndryshe dhe fillimisht kam pas fatë se nuk më është infektu plaga, e pastaj e kam marrë veten shumë shpejt edhe është shëruar shpejt. Edhe kam vazhdu deri në fund në zonat luftës. Kështëria këti në zonë luftës? Po, nuk jem lërgu asnjë moment, edhe e plagosën kam qenë në zonë të luftës. Nuk e ke lanë këmbën me ushëru, maksimum 100% ja këti përsëri, aty ke qenë? Po, edhe e plagosën kam ecë, domethënë atë natë na u ka desht me u tërhek me shku me një vend më të sigurt, pas luftimeve në Qabrat, edhe unë kam ecë vetë, dhe një pjesë të luftëtarëve i ka dërguar në Shqipëri për shërim, disa të plagosur, përfshi këtu edhe komandantin e brigadës Agron Kryesiu, i cili ke plagosur atë ditë, pastaj Miloti ka pas plagën në Fyt, Arbeni ka qenë me 4 plagë, po të flasë për të plagosurit, shumica për tyre është dashur t'i dërgojnë në Tiranë, Spital Ushtarak për shërim, mirë po në kam qëndru aty ku quhet një vend Pishat e Dobosht, aty kam qëndru, e kam shëruar plagën, pastaj kena vazhdu për Maznik, është një fshat komunës së Deçanit, po deri në çlirim kam nejt në zonat luftës. Ne para se të formohet brigada e Gjakovës edhe para se të zhvillohet lufta brenda qytetit, ne shumica, po pothuajse të gjithë, një pjesë e vogël nuk kanë qenë, kemi qenë luftëtarë të zonave të ndryshme që i kemi përjetuar frontet e betejat e fshatrave. Normalisht kanë qenë goxhatash për edhe ato, se dihet kapaciteti ynë i armatimit me të kundërshtarëve armikut në atë kohë, sepse fatmirësisht sot po fuqizohemi. Të qenurit pjesëmarrës në betejë të qytetit është komplet ndryshe. E para, ata kanë qenë para nesh të përgatitur në pozicione të ndërtesave të larta të qytetit, që i bjen na përveç pjesëmarrjes tyre direkt në terren, ata kanë qenë të pozicionuar me snajperka. Mos flas pastaj për sasinë e armatimit që ata kanë pas shumë më të madhe se tonën, por vështirësia më e madhe këtu, përveç asaj që ka pas afërsi shumë të afërta me njësitë speciale elitare të cilat kanë vërshuar Gjakovën, ka qenë sfiduese edhe fakti që këtu ka pas shumë qytetarë, edhe civil. Edhe ne kemi qenë vetëdijshëm që po luftojmë mesin e civilëve, se ke mujt me u ndodhur në një pikë ku i dëgjojshe edhe serb të na ofenduar, të na sharë, e në të njëjtën kohë i dëgjojshe edhe popullatën të folë, normal në ankth, në tmerrin që e kanë përjetuar. Beteja si betejë ka qenë mjaft e suksesshme. Ne kemi pas, nëse zgaboj me numër, 7 të vrarë, 5 plagosur, ndërsa nga ana kundërshtare kanë qenë, ata që i kanë lajmuar në atë kohë, kanë qenë 36. Mirë po hakmarrja pastaj në datën 10-11 ka qenë shumë e madhe në civil, kanë vrarë shumë civil, thot kanë marrë shumë pengje të luftës, edhe kjo mandej ka qenë, si më thonë, një dhimbje e jona që na ka përcjell, sepse edhe kur kemi hyrë në qytet, ideja jonë ka qenë me mbrojt popullin, sepse kur kemi qenë në fshatra, atëherë s'ka pas komunikim sikur tash. Edhe çdo ditë kemi dëgjuar se si në qytetin e Gjakovë po masakrojnë njerëz, po vrojnë fëmijë, kishim dëgjuar për familje të ndryshme të mëdha që i kanë djegë edhe fëmijët, dhe normal që nuk kena mujt me qëndru pa u fut në qytet,
Mirë, po betejë si e tillë është, unë vetëm nëpër filma kam pa para se ta përjetoj, edhe të them të drejtën edhe sot ku ta kujtoj, kaherë habitem se si ja kemi dalë, sepse nuk kemi qenë grupi i madh cilët kemi marrë pjesë në atë luftë. Nuk jemi 100, jemi me 10 njerëz, por që të gjithë e kanë majtë shumë fuqishëm. Nuk po du mi përmend me emra se e di që i harroj të tjerët, po me shumicën e tyre rrisët, nga njerë ndodhë dhe i kujtojmë ato ditë dhe shpesh habitemi se si jemi gjallë, madje një shok që rri ma tepër me të është Ali Koci, ka qenë ai me komandantin edhe yllin me një pozicion shumë të vështirë. Dhe më thonë atynve ka kanë luftu, ja u kanë kallë shtëpin, dhe u deshtë edhe prej shtëpis, prej katit nalt me këcy të tret. Edhe të plagosën, edhe të lëndun pas këcimit, por si do qoftë ai sa shpesh më thëtë, kur të shoh ty e di që ka zëtë, se normal që duf me qenë në këtë mes. Uroj që unë e di që se kemi kry punën, di që kemi punë mjaft, por uroj që e kemi kry të paktën këto me luftë. Luftë mirë nuk ka. Ne kemi pas domosdoshme sepse s'ka pas rrugë tjetër. Por nëse larg qoftë vjen puna që na duhet, po gjithmonë duhet të ekzistojë gatishmëria sepse ne e kemi përvojën, e dim se çfarë është lufta, jemi të vetëdijshëm që në luftë duhesh me luftu dhe me shpëtu, jo me vdek. Edhe ndoshta gatishmëria jonë duhet me qenë me dëshmu veten që ne gjithmonë kemi qenë që të rritë brezat e ardhshme mos me përjetu këto, po unë besoj jo vetëm për vete, po shumica prej nesh jemi të gatshëm me u përgjigjë sa që është nevojë. Kemi pas koma për shëndet, mirë po dhimbja më e madhe në luftë është humbja e shokut edhe e shoqes. Por shka e veçën në luftë humbjen është që ti nuk ke kohë as me vajtu, as me undalë. Duhesh me vazhdu, ajo na ka mbajt, mirë po shumë e dhimbshme se lufta i lidh njerëz shumë ma tepër se liria. Sado që mundesh me e pas në jetë një shoqe të ngushtë, rritesh me të krejt, dallon prej shokut edhe shoqes së luftës, sepse aty shokun e shoqen e luftës e ke çdo gjë, e ke edhe familje. Edhe secila rënje ka qenë si më të vra dikush i familjes, edhe normal që është dhimbje e madhe, mos flas pastaj se një humbje një ushtari i UÇK-s ka qenë shumë, sepse nuk është që kemi qenë shumë. Sa i përket vajzave që kanë qenë, ka pas vajza shumë zonja, po nuk është që njihen sot. Pse? Pse kanë ndodhur? Pse unë mendoj që çdo herë hapësira grave ose nuk ju ka jap ajo që e meritojnë fakt, se jo vetëm gratë që kanë kap pushkën në dorë, po a disa nana ka jap kontribut të jashtëzakonshëm edhe që janë në hije. Unë e di që asnjë gru, asnjë nanë nuk ka bo për çështje të lavdis ose për të përfituar diçka. Mirë po mendoj që si populli hymë në hak nëse ne nuk e dim që ato kanë qenë ndoshta roli kryesor i luftës. Sepse nëse ti ke qenë luftë edhe para UÇK-s, shpesh e përmendi çështjen e atyre që kanë qenë veprimtarë ilegal. Sa herë atyre ju është dashur të dalin nga shtëpitë e tyre, sepse kanë qenë të përndjekur. Ndërsa në shtëpi kanë qenë gratë, të cilat është deshtë me siguri ushqimin, edhe është deshtë me mbajt shtëpinë e njëkohësisht me përjetu torturën që sa herë i shku edhe i kanë kërku burrat apo djemtë të tyre. E pastaj te pjesa e luftës fundit, kudo që kam qenë, edhe në përfshatra, edhe në qytet, çdo herë ka pas gratë të cilat kanë qenë të gatshme me na ofru çka kanë mujt, qoftë me na bo ushqim, qoftë me na la uniformat, nëse s'kan qenë direkt në vit frontit. Për vajza në Glogjan, duhet mi përmend me emra se tash edhe listat janë fry, na nuk kemi qenë shumë vajza. Unë atje kam takuar Valbonën, Sadia, Sevdia kanë qenë motra,
Ajetën, ka qenë Hyri e Veliu, që është e Prishtinës, ajo ka qenë pjesëtare edhe në betejën e Qabratit, sepse beteja e Qabratit përveç që është zhvillu, ta theksoj këtë se është më rëndësi, përveç që është zhvillu brenda qytetit, kanë marrë pjesë prej ngado, prej Prishtinës, prej Pejës, prej Prishtinës vina pas Hyri e Veliu, prej Pejës Ahmet Gjikolli, i cili ka ra dëshmor atë ditë, prej fshatrave, sigurisht edhe sa i përket fesë ka pas katolike musliman, do të thotë UÇK-ja edhe këtë mirë e ka pas një qëllim, një trup i vetëm, edhe e tham edhe më herët, e them që UÇK-ja ka dalë nga xhiri i këtij popullit edhe i takon vetëm këtij xhiri të popullit dhe askujt tjetër. Edhe ne si popull duhet ta dimë, ta çmojmë dhe ta vlerësojmë ashtu siç e meriton. Asnjëherë ta ne përkëmbim ose të lejojmë që kushdo qoftë me fol në emër të saj. Nuk guxon askush me fol në emër të saj, sepse është thjesht e popullit. Nuk ka fund, sigurisht është shumë më mirë, por në njëjtën kohë ka shumë punë, sepse kemi ngecje. Mirë, po unë jam optimiste se fatmirësisht kemi një rini të mrekullueshme, vetëm mendoj që si popull, si shoqëri, diçka nuk e kemi fort, si më thonë, për kushtimin e punë. Unë mendoj që vetëm puna sjell rezultate. Dhe me punë arrijen të gjithat. Të njëjtën kohë dhe një element që mendoj që kemi goxha sfidues, duhet mësohemi të funksionojmë në grupe, në ekip si tërësi, jo vetëm thjesht si individ, se me i pa shqiptarët kudo si individ janë shumë talenta, është shumë interesant. Edhe në jetën e përditshme ti has në njerëz të jashtëzakonshëm, mirë po besoj që ju mungon pak përkushtimin në punë, një farë discipline. Për ndryshe, si ta arrijmë edhe ato, mendoj që jemi në hap shumë të mirë, por sigurisht që kemi shumë punë përpara për me e bo Kosovën një shtet cilin e kemi ëndru, por që duhet punojmë çdo ditë me zhvillu sa më shumë që mundemi. Po, është e vërtet se është edhe një thënie, po parafrazoj kështu, në kohë të vështira lindin njerëz të mëdhenj, në kohë të lehta njerëz të vegjël. Është mirë që nuk e kanë, si më thonë, trysninë që e kena pasur na sot. Çdo i ri e re, nëse mund të flasim vetëm për të rinjtë të rejat, por nuk duhet të harruar sepse ka kalu vetëm një brez prej se ka pas luftë. Nuk është e vëndshme lufta, po mendoj nuk është e hershme, është e vëndshme. Edhe kujtesa duhet të jetë gjithmonë prezente. Se njerëzit mendojnë që të kalunën duhesh me e lanë. Ti duhesh me e lanë, si më thonë, si diçka që është histori, po nuk zhvillohet askush pa njoft historinë dhe pa kujtu çdo ditë. Se s'po du me t'inglu klishe, po një histori që harrohet përsëritet. Nuk po them që përsëritet, mirë po duhet jemi të vetëdijshëm që kemi shumë më tepër se çfarë kemi pas. Po për të pas këtë që e kemi sot, janë sakrifikuar shumë njerëz dhe për me i vu kapakit sakrificës që ka ditë me jap ky popull e kemi rastin e familjes Jashari. Domethënë të mjafton, unë edhe i sugjeroj secilit që në përkaz mos më shku, normal më shku në ditë e shënunet 5, 6, 7 mars, mirë po më shku edhe një ditë të zakonshme, të rëndomt, edhe në qetësi me qëndru aty, edhe me lexu secilin emër, edhe me pa që disa njerëz e kanë marrë peshën e gjithë kombit duke sakrifikuar dhe fëmijët. Unë nuk e di a ka diçka më të madhe se fëmia, nuk ka. Domethënë vetëm ai që është prind e kupton. Ata që s'janë prind e kuptojnë që sa shtrejt është jeta. Domethënë disa njerëz kanë qenë gatshëm me jap jetën, po disa të tjerë jo vetëm jetën, po i kanë jap edhe fëmijët. Kjo na mjafton për me ditë na që për çdo ditë që e kemi sot është bërë sakrificë e madhe. Duke i kujtu, unë besoj që secili vedisohet edhe kontribon
është i vetëdijshëm në mënyrë që mos më na u përsërit kurrë historia.